Dokumentet të publikuara së fundmi tregojnë se një figurë pa identifikuar mund të ketë patur qasje pranë qelisë së Jeffrey Epstein natën e 9 gushtit 2019 në kundërshtim me deklaratat zyrtare amerikane. Publikimi i dokumenteve të reja nga arkivat e çështjes Jeffrey Epstein ka shtuar dyshimet mbi rrethanat e vdekjes së tij në qendrën korrektuese metropolitane New York, duke vënë në pikpyetje versionin zyrtar të vetvrasjes. Sipas materialeve të përfshira në të ashtu quajturat dosjet Epstein, autoritetet federale kanë shërtuar pamje filmike nga kamerat e sigurisë së burgut dhe kanë konstatuar praninë e një figure të pa identifikuar e përshkruar si diçka portokalli që ngjitej shkallëve drejt katit ku ndodhej qelia e Epstein. Raporti thekson se më 9 gusht 2019, në orën 22:39, agentët e FBI-s vënë re këtë figurë në pamjet e kamerave të qarkut të mbyllur, duke ngritur dyshime se një i paraburgosur tjetër mund të ketë patur qasje në zonën e sigurisë. Sipas të dhënave zyrtare, Jeffrey Epstein u gjeti pa jetë mëngjesin e 10 gushtit 2019, rreth orës 6:30 nga një roje burgu. Raporti fillestar i mjekut ligjor e cilësoi vdekjen si vetvrasje me varje, megjithatë deri më sot nuk është përcaktuar një orë saktë e vdekjes. Hetimi u komplikua më tej nga fakti se dy kamerat që monitoronin drejt për drejt qelinë e Epstein rezultuan jashtë funksionit dhe më pas u vënë në shqyrtim nga FBI. Këto gjetje bien ndesh me deklaratat publike të disa zyrtarëve të lartë amerikan. Ish prokurori i përgjithshëm i SBA-s Bill Barr deklaroi në vitin 2019 se kishte parë personalisht pamjet e sigurisë dhe se askush nuk kishte hyrë në zonën ku mbahej Epstein natën e vdekjes. Po ashtu në maj të vitit të kaluar, ish zëvendës drejtori i FBI Dan Bongino deklaroi për Fox News se pamjet filmike tregonin qartë se Epstein ishte i vetmi person në zonë dhe se askush tjetër nuk hynte apo dilte nga aty. Dokumentet e reja nga arkivat ligjore shtojnë kontradiktat mes zgjedhjeve hetimore dhe deklaratave zyrtare, duke e mbajtur ende të hapur një nga rastet më të errta dhe më të debatuara të drejtësisë amerikane.